Bariu dhe tufa. Bariu është personi i cili di të drejtojë dhe merr përsipër të kujdeset për atë që ka në përgjegjësi. Në kuptimin e parë, bariu ruan bagtitë më së shumti. Na shkon mendja tek barinë që kujdesen për delet, bagtia më e përhapur, të cilat janë të varura nga përkujdesja dhe mbrojtja e një bariu për shkak të paaftësisë së tyre për të orientuar dhe faktorizuar në tufë pa menaxhimin dhe ndërhyrjen e një eprori të aftë dhe superior. Tufa simbolizon një trup të unifikuar kafshësh apo gjë së gjallë, zakonisht të njëjtit lloj ose të ngjashme, që kanë funksion jetësor, qëllim dhe i shërbejnë jetës dhe mbarvajtjes së saj. Pra janë qenie të rëndësishme me funksion, sidomos dhe do e mos kur personifikohen me tufën. Përndryshe, individualisht e humb peshën dhe rëndësinë nëse vlerësohet si njësi jashtë saj, sepse ashtu llogaritet thjesht një numër. Kjo s'do të thotë që brenda tufës s'ka elemente që mbizotrojnë. Përkundrazi, për brenda kufizimit të qenit specie lloj, dele, jo më kot bariu delegon disa kompetenca të tij në tufë. Dashi këmborës apo qeni, që le të themi ka në rol menaxhues, shpërndarje dhe përgjegjësie. Sigurisht bie edhe elementi sigurisë që ata e kanë aq të domosdoshëm, sepse veçanërisht delet janë të pafuqishme për të përballuar kanosjet e jashtme, që në çdo moment ju cënon ekzistencën. Vetëm me vullnetin e bariut për t'i ruajtur dhe mbrojtur dhe bindjen e kushtëzuar me marrëdhënie reciproke mes tyre, krijon harmoni dhe paqe tek masa, e mban larg ujkun, armikun e hapur ekzistencial, i cili shpreson që delet të ndahen dhe t'i gjejnë në mjegull. Por kur vendos pronari edhe bariu, është i pafuqishëm për të mos i dorëzuar delet. Madje bariu mund t'i therë me dorën e vet për hir të punës. Mirë, por në këtë rast, delet i dorëzohen fatit të teut të kasapit, nuk futen në gojë të ujkut. Ujku i njeriut personifikon shejtanin apo djallin, prej njerëzve apo xhinve, armiku i tij i qartë dhe i përbetuar. Kësaj, përgjegjësia shpërndahet mes bariut dhe deleve të cilat me vullnet të lirë, por të kushtëzuar, zgjedhin për të respektuar ose jo bariun e tyre, t'i binden, të pasojnë urdhrat në mosveprimet e tij. Të gjithë njerëzit janë përgjegjës, dikush më shumë, dikush më pak. Të gjithë jemi barinë në tufën tonë, do të thuaj ndryshe. Baktia, le të themi, është masa e imponuar. Pronari, pra Zoti i Madh, që ngarkon, autorizon individët për të jetuar me të dhe për të marrë me të, për të siguruar jetesën dhe vazhdimsinë e saj, si rregull i pasfidueshëm natyror dhe social. Delet ka nevojë për bari, ajsa bariu ka nevojë për dele. Nga delet e lindën natyrshëm nevoja për të pasur bari, siç edhe bariu vetvetiu kërkon me përgjegjësi për të administruar delet e tij në tufë. Delja është krijesë e rëndësishme, jetike, produktive, por jo e pavarur nga leadershipi i bariut dhe kullosat, rrethanat. Bariu simbolizon njerëzit e përzgjedhur për të qenë vendimarrës dhe paria. Zoti thot qartazi në Kur'an: ne i kemi ngritur disa mbi disa të tjerë. Surja Isra 55. Bariu është i parë për baktin dhe tufën e tij. Nga ai varet e tashmja dhe ardhmja e mirëqenies dhe prosperitetit të kafshëve në tufë. Për ta konceptuar më mirë, le të kujtojmë hadithin e profetit Muhammed alayhis salam. Secili nga ju është bari dhe është përgjegjës për tufën e tij. Lideri i një populli është guardian, siguron rendin, dhe përgjegjës për subjektet e tij, amanetet. Burri është lojtar dhe përgjegjës për familjen e tij. Gruaja është lojtare për shtëpinë dhe fëmijët e bashkëshortit dhe përgjegjëse për këto. Shërbëtori i dikujt është përgjegjës për pasurinë e tij dhe s'ka dyshim, gjithë secili është bari për tufën e vet. Bariu është lojtar, jo pronar. Pronari vërtet është bariu i tufës dhe i bariut, krijuesi i tyre. Sepse lojtari ka përgjegjësi, do të përgjigjet, pra do merret në llogari për detyrën e mbrojtimit, mbikëqyrjes e jo të garantimit të jetës dhe shëndetit të tyre në thelb, por është vetëm përgjegjës për të siguruar rendin, për të rregulluar mjedisin, habitatin dhe mundësinë e shfrytëzimit kapaciteteve të tyre për të ushqyer e pastaj si pasojë për të dhënë mbrapsht produktin. Kafsha udhëhiqet nga instinktet e saj, në mungesë të ndikimit dhe imponimit të forcës dhe autoritetit nga jashtë. Për shembull, delja më tepër bindet nga frika, kërcënimi që ndjen nga bariu, sepse e vetme ato ndjen të pasigurta, sepse e kanë më frikë ujkun. Në të njëjtën kohë kërkojnë mbështetje të kushtëzuar nga bariu, që do kujdeset i dojë dhe i shërbejë atyre, në formën e gatishmërisë dhe përballimit të situatave që kërkojnë zgjidhje dhe lipset aftësi dhe mjetet të cilat bariu i zotron, sikurse zgjuarësia, arma e gjahut, shkopi, trimëria e të tjerë. Cilësi këto nga dhënjueset e instinkteve, jo se bariu nuk ndikohet nga instinktet e tij kafshërore, si epshi, inati, egoja e të tjerë. Delet në përgjithësi tentojnë ta flenë mendjen dhe lidhen me të autorizuarin e tyre nëpërmjet besimit të plot, bindjes se bariu do t'i udhëheqë në çdo situatë dhe mbrojë nga çdo rrezik dhe kërcënim. Delet janë masa e gjerë e popullit në kuptimin simbolik.
Delet nuk kanë mendim të vetin personal, relativisht as aftësi për të prodhuar ide originalit të tyre për të influencuar zgjedhjet e tyre. Elementi që lidh nevojën e deleve të tufës me besimin tek autoriteti më i lartë, bariu, është bindja, sepse pa bindje, sidomos në mungesë të aftësisë për të vetë udhëhequr dhe pamundësisë për të ekzistuar të gjithë si lidera në tufë, nuk ka hierarki dhe përpasoj as qëndrueshmëri dhe vazhdimsi të strukturës bashkëekzistuese të tyre. Shërbëtorët dhe ushtarët janë po aq të rëndësishëm për mbretin sa mbreti për ta. Është pikërisht tensioni i masës që ekuilibron dhe mban lidhjen ndërmjet tyre. Për ta kuptuar më mirë, kujtojmë thënien e famshme të kalifit të dytë të civilizimit islam Omerit radhiyallahu anhu. S'ka islam, fe, sistem jetese hynor, pa xhamat, bashkëkohësi, koekzistencë. S'ka bashkësi pa të parë, lider, bari, udhëheq. S'ka të parë pa bindje, në mungesë të saj, s'ka autoritet, përpasoj bie dhe pushteti që buron prej saj. Megjithatë, edhe pse në duke theksohet roli i një individi, nuk nënkuptohet pacënueshmëria e tij, por domosdoshmëria e respektimit të autoritetit që buron prej atij, sepse duke funksionuar si tërësi bashkësia, në rastin ton bashkëtesa prijes pasues, bari tuf, nuk ka kuptim as funksion, as fuqi dhe as mundësi për të prodhuar ndryshime, prosperitet dhe paqe. Islam, në kuptimin gjuhësor, do me thënë paqe. Pra dikush më shumë, dikush më pak është bari, dikush me një dele, dikush me një kope e tufa të mëdha, secili mbart mbi super rëndesin që i ka vënë vetes, apo ja kanë vënë, apo dhënë detyrën për ta mbajtur. Për të na thënë se potencialisht të gjithë jemi lidera, por janë aftësitë e lindura dhe rrethanat që na përcaktojnë hierarkinë në masë, të jemi masë e thjeshtë apo në krye të saj. Argument për këtë është ajeti nga Kurani famëlart. Aty erdhi një njeri duke nxituar prej skajit të qytetit e tha: O Musa, paria është mbledhur e po bisedon për të vrarë, prandaj ik, se po ta jap një këshill të sinqert. Surja Kasas 20. Përderisa profetët ishin njerëz dhe barinjt janë njerëzit, edhe profetët si njerëz ishin të gjithë barinj. Sipas hadithit tjetër tek Buhariu, i bie që simbolikisht të gjithë janë të ngarkuar me amanetin e bariut, relativisht secilit i kërkohet të luajë rolin e bariut të mirë, i dërguar, i përzgjedhur, i përgatitur, aq sa ka takat dhe mundësi. Për të qenë bari dhe burr, grua e mirë, duhet të dish përse punon dhe për të mësuar mirë punën s'ka rrugë, veçse të merresh me atë punë, pra me delet. Kushdo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë. Si përfundim, puna e bariut është amaneti i tij, që ja ka ngarkuar apo deleguar pronari, i cili kërkon që bariu ta vërtetojë besimin e tij, sikurse deleve ju kërkohet të ndjekin dhe të nënshtrohen vullnetit të pronarit, të bindan dhe të fitojnë pëlqimin e tij. Pra barinjt më të mirë, profetët, që të gjithë kishin një mision të përbashkët, la ilaha illallah. Kjo fjalë nënkupton se tufat e bariu janë të humbur dhe s'kan asnjë kuptim dhe rol, mundësi veprimi pa pronarin e tyre. Pronari është Zoti i Madh, ai që zotëron dhe posedon gjithçka, delet dhe barinjt, ujqërit dhe kullotat. Barinjt më të mirë kanë mbetur si shembuj apo modele për t'u ndjekur, dhe ne mund të bëhemi barinj të suksesshëm dhe të përfitojmë statusin e tyre. Niveli më i ulët është të shpëtosh veten, delja e bindur vetëm ndaj pronarit të saj. Puna e kërkuar është ajo e një bariu më i thjeshtë, që ka qoftë edhe një dele, pra për kujdesja ndaj asaj apo gjë së besuar dhe që ke në kujdestari, prindin ndaj fëmijës, burrin ndaj gruas e të tjerë. Allahu thot në Kur'an: O ju që keni besuar, shpëtoni veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Lëndë djegëse së cilës janë njerëzit dhe gurët. Sura Tahrim 6. Sa më i madh amaneti, aq më e madhe edhe përgjegjësia. Sa më e gjerë tufa, aq më e vështirë edhe llogaria. Për të qenë bari i suksesshëm, në nevojitet së pari dituria dhe pastaj mirësia, sinqeriteti, dashuria dhe përkushtimi, përkujdesje dhe durim ndaj dhuratave tona dhe të besuarave, amaneteve. Për të qenë bari i suksesshëm dhe dele e shpëtuar, kërkohet besim dhe vepërbindje, ndërsa më të mirët janë edhe dele të Zotit dhe barinj të njerëzve. Sipas edhe metaforës biblike, Jezusi, Isa alayhi salam, ishte bari, shpëtimtar dhe udhërrëfyes për popullin e vet. Delet ndaj dhe populli final i Zotit, ummeti Muhamedit alayhi salam, e koncepton veten sipas përcaktimit hynor, rolit dhe misionit profetik që ja ngarkoi Zoti pas vdekjes së krijesës më të dashur të tij alayhi salam, si mëkëmbës të Zotit në tokë dhe ummeti më i mirë. Mirpo, ky privilegj mbart përgjegjësi dhe ka fatura po aq të shtrenjta. Ndaj këta njerëz të devotshmit meritojnë të futen gradat më të larta të shpërblimit në ahiret.
Kushdo që i bindet Allahut, pronarit dhe të dërguarit, bariut, më të mirë, si udhëheqës, shëmbëltyr praktike në jetën e tij, do jetë i lumtur dhe do ketë sukses. Do jetë me ata të cilëve Allahu ka dhënë shumë dhunti, me profetët, barinjtë e tjerë të mirë dhe të suksesshëm, me të sinqertët, me dëshmorët dhe me të drejtët, prej barinjve të mirë dhe deleve, robërve të zgjuar apo të zgjuara. E sa shok të mrekullueshëm janë këta. Surja Nisa 69. Nga ky ajet kuptojmë se roli i bariut është të jetë vigjilent, ndërsa mban dele të zgjuar dhe t'i zgjojë ato nga shkujdesja kur flen. Gjumi i deleve rrezikon të rehatojë edhe bariun. Gjumi është vdekje, ndërsa vdekja reale është zgjim për delet. Kush zgjohet nga vdekja e gjumit i ka shpëtuar dëmit të ujkut, armikut vërtet, që sulmon në pavëmendje, mjegullnaj dhe ndarje, përçarje, izolim nga tufa, bashkësia, pasi forca dhe siguria buron pikërisht nga të qenit bashkë dhe duke qenë relativisht të ndryshëm, sepse në fund të fundit, bariun delen, ujkun dhe fushën, i bashkon që të gjithë qëllimi dhe pronari i tyre, Zoti i plot fuqishëm.